Sa i Albanit. Në fare fisit tonë, dhe mi 17 mësues, por e shtë veçantë, fjallë pak, punëtar dhe besimtar. Ashtu si që ishte besimtar, ishte edhe i kosisht kontribus ka që fëmijëve. Rritjes të brezit të rritë. Prej sa vitesh punonte si arsimtar? Politika e të pushore të ngre. Se e thoni këtë? Ju i dini këto punë të gjithë. Pse e transferuan nga Bilishti në... Ai nuk ishte në punë atëherë. U rivu në punë në zonë e Maligjit. Unë vetë kam qenë mësues në zonë të thella. Ai ishte smur. Nga se bua? Se mund e sheqerit. Kishte kërkuar të transferohej nga Maliqi në Tevall? Kishte kërkuar. Çfarë? Ja e sol tani. Mësim në klasë Bejthiri, Bejthiri. Gjithë politikanëve, të ngjyrave, të kuqe të zinjit të bartën. Që personët që të smurë, që tani duhet që t'jenë afër familjes. A e vdishtë me rrugës. Dhe gjithë dhe një manet të madhë. Kujdes politikanë, o qërë hatenjë. Mos u talli me shëndet në tjera. Benim shumë, kjeni mendjen. Mendoni për këta njerës, për edukatorët. Njeri me 2 universitete. Sa vite kishte që punonte në Marian? 5-6 vjetë. Me gjithatë ne aty për ndërë, kryetarit bashkisht të Maliqit, qeveridor të pak të ishte mësues. Se ishte pa punë? Ishte pa punë. Ishte pa punë se kishte 2 universitete. Unë kam qenë vetë mësues 20 vjetë. Dhe e njoh dhe e di këtë që gamët të si shta një dhe Endri, për cilin kemi respekt. Çfarë vështirësish ju tregonte nipi juaj? Çfarë haste andej? Nuk parankoje. Ishte i besimtar. Për në kuptoni që ishte... Ku e linte makinën? Lozhanë dhe nga Lozhanë ishte në Marian? Njoh edhe të zona, dhe qërë edhe zonë. E linte rreth 7 km larga shkolla. Bente 7 km rrugë. E kur vinte, kur thej. Pa i këthejnë prapë kësaj tjetërës. O, politikano qërë atejnë. Apë në sytë. Nuk thejmë që kjo gjë që njështë në familja askujt. Po kini mendje. Unë kam qenë 20 vjetë mësues. Po ju mësoj, o qëra të një politikanë. Kujdes me njësit. Kujdes me kuadrë. Ngushëllime. Për 2 nxënës. Vetëm për 2 nxënës? Për 2 nxënës. Si që të filloj? Prava që o seksionit që kujdes edhe pra 2, se nuk s'kishi kanë të virin ata. Kryeplaku me shto është Albani, ishtë njëri i përsosur. Gjithashtu dhe drejtori shkollës edhe drejtori së përgjithshme. Atë mundësi kishin atë të venë, kishin benë në të. Nga gjithë vitet e mësuesisë, sa vite qëndroi pa punë? Si Xhaxhaj, si unë, 7 vite edhe 7 vite. 7 vite. Kur ndodhi rotacioni politik? Për arsye politike. Dëgjoj. Ne jemi bio nga të djatit, se ka nga ata që janë me prejar dhe komunizëm. Nga këta me pesticide. E dim të flasëm vetëm shqip.
Kur tjerët nuk ngatrojnë anglishtën se turqishtën me shqipen. Dhe nuk lidhin të dy llafë. Nuk din të edukojnë. Po dinë vetëm që takmojrën për biografi të përbindjet. Faleminderit. Albani bën pjesë në komunitetin pedagogjik dhe Devollit, për arsye se është një familje mësuesish, babai, nana e tij, gruaja e tij dhe vetë ai mësues. Për sa e kam njohur unë në rrugën time pedagogjike, është një mësues i përkushtuar, ka dhënë maksimumin e tij në punën pedagogjike gjithashtu dhe kam poshtë vështirësitë fizike të cilat e çuan deri në këtë pikë. Albani mbetet si një njeri mësues i përkushtuar, i dashur me nxënësit, me komunitetin. Ju po e shikoni dhe gjithë Devolli, ka zbritur ta përcjellë. Unë i uroj fëmijëve të tij mbarësinë në jetë, të kenë jetë të gjatë dhe të çojnë përpara rrugën që nisi Albani, rrugën e pambaruar të arsimit. Embri të flasim edhe një herë për vështirësitë. Çfarë vështirësish? Ai kalonte, ishte në shkollat e Lorxhanit, në ajo shkollë e përmbithte, vështirësitë të rrugës ishin të distancës, po. Shkonte çdo ditë me makinë deri në Lorxhan, pastaj atje niste në këmbë për të arritur të Sa kilometra për shkonte? Nuk e kam idenë. Sa vite ishte? E kishte transferuar? Po bën ja 4-5 vjet, shumë nuk e di, nuk e kam. Po unë e takoja vazhdimisht. Nuk kishte probleme kardiake, se unë gjithmonë me atë bisedoja. Po kishte problemin e diabetit, patë e kanë shumë njerëz, kështu që është një humbje e madhe për Të ka treguar vështirësitë që haste çdo ditë, çfarë të thoshte kur Po takohej? shpesh herë thoshte që ka patur raste që bllokohej rruga, dhe shkonte me Klasë kolektive kishte. Klasë kolektive kishte, vetëm ai ishte, kështu që kjo ishte një humbje që nuk pritej, megjithatë jeta i ka këto. Faleminderit. Venimi ishte djalë i mirë, djalë punëtor, edhe ishte shumë djalë i rregullt. Edhe ishte me të tëra gjëra kishte pasur. Ju çfarë keni? Unë kam kushëri. Sa vite kishte që punonte në Në zonën e largët? zanat rreth 3 vjet. Po në zonën e largët të Marianit? Në largën e ka Nga Malishi. nga Maliqi në Steka, në Mariana. Lozan, Mariana Sa ishte. kohë kishte që? Ai rreth 2 vjet. Po më parë ka punuar në Ka punuar shkollat e këtu Devollit? Bilish, ka punuar në Devoll edhe e shpun ka Mariana Po ndër pse larg. e transferuan? Nuk e di më shtish të ishin, gjas me e da për dene, e vajt me pësene, edhe e shpuna ndër zan. Shiko, të pyes. Po. Çdo ditë e bënte atë? Çdo ditë e bënte kur kishe besim me 5-10 nxënës. E bën atë punë. Po sa kisha aty. Të Sa parë të orë bënte? ai ishte në orën 7, vinte në orën kur ishte mësimi, në orën 8:30. E ktheshe në orën 1-2. Po në këmbë sa shkonte? Në këmbë nuk e di, 10 minuta qere kore, pe fshatë, kërgjit e makinë, pas e kuj mund të ishe shkolla, mund të ishe 10 minuta, 5 minuta, kjo ishe. Po për ata ishe shumë djalë i mirë, shumë i rregull dhe shumë, unë zdi që them për ata. Zoti e mori, Zoti ta ndjeje. Është babai i dy fëmijëve? Po. Kishte Gruan e probleme kishte shumë. shëndetësore? Vuante? Po, vante më theshtë, bre, mua më erdha, të mua më shkojnë, po e ka diabeti, po e ka kjo, po nuk e di, të thash, po 80% e Shqipërisë është shqiptare dhe u me diabet jam ky. Kur e pasot në tabela, u të dita. E kishte të vështirë vajtjen aq larg? Nuk më tregonte aty. Nuk të tregon. Zonjë, nuk më tregonte. Po për ata i shumë njeri i mirë, shumë njeri i rregull dhe shumë i kishte tëra gjëra të mira. Faleminderit. Emri juaj? Muamer Meka. Ramik. Si e morët vesh lajmin? Nga telefoni. Ishte njeri shumë i mirë. Në punë andej nga Lozani nuk e di. Sa kohë kishte që punonte andej? Po ka vite me. Sa vjet? Nuk e di sa vite, po. Po pse e transferuan nga shkollat e Devollit në shkollat e Tash të them, Malishit? të tregoj. Po. Ai i djathtë. Kjo është.
Dhe të shkuan atje. Po sa vite kishte kështu në arsim? Nuk e di, kishu vite. Na thanë Shumë që vite. vonte nga diabeti. Kishte probleme Nuk e di, shëndetësore? ishte trupi shëndosë kështu, domethënë kishte do thënë. Ai ishte me kemë 8 kilometra. Ju ka treguar ndonjëherë për ndonjë vështirësi që has? Jo, Nuk e nuk e di. Bënte shumë rrugë në këmbë? 8 kilometra bënte. Çdo ditë. E linte makinën të tota dhem, e vinte në qishtë. O jo, ma ta në qishtë ose, si ta them unë. Emrin ju lutem? Timin me, Po. Myfit, Myfit kush? Staro. Staro, faleminderit, do se mos vjesh në Që biografia me këtë, sidomos ky uruar mbi emër, na ka ndihmuar tërë jetën. Po megjithatë nuk e hepemi. Do të luftojmë për edukimin e brezit të ri. Atë se bëjnë do të politikanë të bëj unë me Endrin. Ky me kengë në mësimdhënie, e ne me edukatët tonë që na ka rritur gjysh tër gjyshi. E baballa Çfarë fakultetesh kishe mbaruar? Se dhe informatikë. mësuesi dhe informatikë. Unë Besim Beleri. Besim Bejleri.